nga ferma në tavolinë. Mënyra që unë e ushqej veten me mujt me ofru edhe klientave sa ma e shëndetshme. T'hujt që vinë, ta kuptojnë që ne kemi prodhime fantastike, mish mzati, mish gusani, mish shotani. Kjo është ajo që na ndon prej tjerëve. Projekti i thonës, do me thonë, është një ëndër prej fëminisë. Unë gjithmonë e kam pas pasion kulinarin, edhe gjithmonë jam përzi në kuzhinë edhe shumë herët kom nis me gatu. Unë kom punu krejt diçka tjetër, do me thonë, jam marrë me një fushë kogja të rëndë me vite, edhe mande jam ballafaqu me sëmundje 1-2 herë, edhe herën e dytë kom vendosë që me lon krejt edhe me u marrë me pasionin tam. Edhe në atë kohë vllau jemi cili jeton tash, ma në fund s'po jeton më në Gjermani, po e kish plan me u kthy, edhe ai tha pse s'po bojmë diçka në Katun ku e ka baba jon tokën, me bo një agroturizëm, edhe unë fillova me projektin. Kjo ka qenë para Covidit. Fillova me fermerat, me bo kontrata, me dizajnu në menune, gjitha projektet, me gjetë edhe vendin ku po doj me bo. Mirë po ai tha jo, po m'duket që s'po munde me ardhë, edhe mu ma tash mërë ketë shumë ndaj fermerve që me ndërprej marrëveshjet që i kisha me ta, edhe vendosa që me bo në Prishtinë. Mirë po, jo me orar gjatë, po me fillu diçka me një orar të shkurt, të me thonë prej orës 10 nëse s'gaboj deri në ora 6. Edhe kjo ishte një ide shumë e mirë para Covidit, edhe me bo komplet strikt me prodhime nga fermerët, sezonale, maksimalisht organike, do me thonë pa pesticide, pa herbicide, ashtu e ka pas thana rostiqeri që ja ka përndënu emrin. Emri thana rostiqeri ka ardhur prej idesë që me marrë mishna edhe nga gjuetarët, edhe nga fermerët direkt, që janë rritë do të thot pa hormone, edhe perimet, fruta perimet pa pesticide, pa herbicide. Me i pjek mishna gjatë natës, me gatu bukën vetë, me bo kretë gjitha salcat vetë, me zankosin, me bo salca për domateve, për perimeve të ndryshme, edhe në fund me shit sendviqe, që i kemi thirë thana, se për neve nuk ishte ajo thjesht një sendviq, se ishte i bom, prej zeros, as një sen mos me e ble. Ideja ishte që të ofrojmë ushqim të shëndetshëm, kuptimin që t'jetë organik edhe t'jetë burimor. Ajo filloj mirë, bile kishte shumë radhë në fillim edhe në ora 2 ditën e parë na u kanë shit krejt. Mirë po mandej ndodhi Covidi, na mbyllën disa herë, kështu që mas një viti e kishim një farë presioni që nga klientët që të fillojmë me restorant aman, se kërkojshin me qenë ato mishna në pjate, jo në bukë, edhe ne mbyllën për pushim, dikun shtator, mas një viti të pilotë, se në shtator jemi hapë me një shtator zyrtarisht, edhe e transformum tani në restorant. Mirë pa e ka qenë një hapësinë e vogël, me pak tavolina. Gradualisht jemi orientu ka fine dining që bëthojnë në anglisht. Në Shqip halas se kam gjetë një shprehje taman. Mirë po e kemi rujt gjithmonë burimorën nga ferma në tavolinë. Edhe gjithmonë për çdo vit kemi një fermer me cilin bëjmë marrëveshje që me rrit perimet për neve, farat i sjellim na, që po ashtu tentojmë t'jenë organike që t'jenë rezistente, edhe të kemi prodhimet tona sezonale direkt, e tjera që ka smërim i marim prej fermerëve tjerë, edhe ndonjëherë edhe në Shqipëri. Që kjo ka qenë ideja që pasioni jam, mënyra që unë e ushqej veten, me mujt me ofru edhe klientave, sa ma e shëndetshme, edhe që është komplet e bazume në mënyrën se si jemi zhvilluna me shekuj si shoqëri në Kosovë shqiptare, edhe nga Shqipëria natyrisht, me pjata ose mënyrën e gatimit që na përshtatet më shumë të organizmit tonë. Ka disa tendenca me agroturizma, po problemi te agriturizmi është që nuk po dalin prej asaj një trajtësie. Unë çka duhet bëj është që përpos të gatuj shëndetshëm, është që edhe kulinarin ton ta promovoj, edhe prodhimet tona t'i promovoj, edhe që edhe t'hujt që vinë ta kuptojnë që ne kemi prodhime fantastike, edhe po ashtu që edhe pjatat tona mund të prezentohen si në paresi,
në Londër, si New York, kudo që ka një farë nivelit në altë kulinarisë. Edhe po kemi pas, vlerësim shumë nga të hujtë, sidomos këto darkat speciale që i bojmë me menu speciale ku mundohemi ta prezantojmë ndonjë produkt ose ndonjë prodhues për shembull të verrave ose të këpurdhave ose shafranin ta promovojmë. Edhe kemi vlerësim shumë të lartë për i tyne. Në lokalin e parë, edhe emërtimi ka qenë, ka pas një filozofi tjetër, kur fillum të transformohemi, ajo u bë vend i vogël, se kishim kërkesa edhe nga klientat që të bëjnë organizime, që të bëjnë promovime, ishte vend shumë i vogël, 24, maksimal i ulshim 30 veta. Edhe se ishte bërë për ndryshe, edhe ne fillum të kërkojmë që të lëvizim në një vend më të madh. Njëherë ka qenë ideja ndoshta edhe të lëvizim në Tiranë, kemi bërë për një vit ulumtime atje, edhe konceptin e kam kriju, thanës ja kam ngjit edhe redonin, në mënyrë që ajo që vinte si kërkesë nga klientat që të sjellim peshk nga deti, edhe ndonjë verë të huj, se na kemi qenë strikt me prodhime vendore. Atëherë redoni ishte si koncept, që pasi që redoni është njëjtë si thana perëndi i lire, po redoni i mbron udhëtarët nga toka dhe deti, edhe ajo e komplementonte këtë konceptin që të shtojmë edhe peshk, të egër maksimalisht, edhe të sjellim ndonjë pije të huj. Edhe kështu erdhi ideja që të bëjmë thana dhe redon. Në Tiranë nuk kisha guximin që të filloj se ende nuk e njoh atë vend, duhet edhe me fermert pak ta bëj ti njoh pak ma shumë të heci vendin, edhe pse shumë i njoh, kam kontakte edhe me shefa, i njoh edhe bimësin atje, me gjithat vendosa që të rrimë në Kosovë, dhe kur u shpall, e pam shpallin që këtu në Union ka vendet lira dhe mund të aplikojmë, edhe kjo lartë që të morë kam pasi andër këtu si fëmijë, më ka pëlqy kjo pjesë, dhe është okej, atëre po e realizoj atë projekt këtu. Kështu që kjo u realizu, kishte pak problem se u dashta mbyllim atje, të punojmë këtu morim a gjatë, mirë po tash mendoj që veç e kemi zonë vendin, ka zonë nguri vendin edhe kemi fillu shumë ma mirë të ecim. Kështu që do të bëhen ngushtë, do të bëhen 2 vite. Ne e kemi menun e ndam në drek edhe dark. Drek tentojmë t'i përshtatëm dinamikës orarit shkurt për drek, edhe kemi një menu shumë të thjesht, edhe të mundohemi edhe me pjata që janë shqiptare, për shembull si tava e kosit që vjen nga Elbasani, që na i thojmë tava e Elbasanit, po normal në nivel pak ma të ngritur nga ne, ose bëjmë edhe vezë me perime që i kemi nga ferma. Zakonisht i kemi jufkat që ne gjithmonë i kemi si signature që thojnë si në nënshkrimi i restoranit tonë, sepse çdo gjë bëhet nga ne. Edhe kemi jufkën e Prizrenit, si e sjellim nga tradita, po mundohemi që ta bëjmë tazime edhe me këpurdha, se në Prizren zakonisht bëhet me djath ose veç me gjallë. Jufkën e Dibrës, po ashtu mundohem ta kombinojmë. Edhe mundohem të sjellim edhe jufkat tjera, rosnicat kove të fundit që në vend risottos. Do me thonë, zakonisht shkon supa, salata, një lloj sallate, që po ashtu mund t'jetë e plot, nuk i nevojë me mangër, diçka ma shumë. Edhe jufkat edhe ndonjë mish në fund, ndonjë ëmbëlsirë ditore. Derisa te darka, e kemi me 6 pjata, korse që thojmë, ku mund të zgjedhin klientat, mund të marrin edhe si menu testimi, do të thënë degustimi, me çmim për gjysmë, edhe ti provojnë pjatat. Si pjatë e cila gjithmonë kthehet aty është prap tava e kosit që e sjellim mirë, po pa mish me purri. Edhe jufkat gjithmonë janë ato që kërkohen, edhe mishrat që mirën drejt nga fermerët. Ndonjëherë kemi mishra tegra, po është pak ma problem ajo. Po te ne, çka na ndan prej tjerëve është që zakonisht mundohem të marrim mishrat nga shtaza që është mashkull, sepse i dim që ato nuk i japin hormone për të prodhu qumsht, kështu që mundohem të kemi mish mzati, që tjertë
deri vonë nuk e kanë kuptu pse, ose ndonjëherë edhe nuk e kanë kuptu që është mish mzoti, te ne gjenë mish mzoti, mish gusoni, mish shotani, maksimalisht tentojmë që t'jetë. E kjo është ajo që na ndonë, mund të them, prej tjerëve. Feedback prej tjerëve është zakonisht vlerësimi që tentojmë ta sjellim kulinarinë burimore në mënyrë moderne, edhe është koncept që kanë filluar ta vlerësojnë, në fillim ka qenë shumë vështirë për neve, po ashtu e vlerësojnë se te ne kryesisht janë gra, edhe tentojmë që të ngrisim do të thotë nivelin e kulinarisë duke trajnu vajzat cilat kanë pasion, edhe gra që kanë pasion kulinarin, edhe unë shpresoj që mas meje do të hapim plot restorane nga to. Që kjo është ajo ideja. Çka ju kisha dhënë si këshill është që të konsumojmë sa më shumë prodhimet tona vendore, sepse unë jam thellësisht e bindur që janë më të mira se ato të importit, për arsye se e di si i rrisim, për arsye se ne tash mos them që jemi të varfën, por nuk kemi mundësi të blejmë aq shumë pesticide, herbicide se janë të shtrejta për fermerin ton, edhe ai mundohet t'i rrisë në mënyrën më të thjeshtë mundun, sa më lirë që mund t'i dalë deri në fund. Kështu që unë jam vërtetu shumë herë që prodhimet tona janë shumë më të mira, edhe të mundohemi që t'i shtyjmë sa më shumë produsët tonë që të prodhojnë edhe mos dorëzohen. Kështu që porosia ime është konsumoni vendore maksimalisht. Unë jam Florina Skeja, jam ideatore dhe pronare e restoran Thana e Redon, restoran i cili tenton të sjellë kulinarin ton burimore në nivel më të lartë dhe më fin.